6 mirojnë kanabis janë gjetur në malësinë e Pultit, Shalës dhe Shoshit në Shkodër. Për të mbërritur aty, blut përdorën helikopterin e ushtrisë ndërsa zbuluan disa parcela në sipërfaqe të vogla ku ishin kultivuar bimët narkotike. Autorët kanë përdorur dhe shpellat për të krijuar rezervuar ujë. Për aktivitetin policia gjeti dhe serat, por jo autorët. 2 rojet dhe 5 kryetarë të fshatrave u proceduan për moskallëzim krimi, ndërsa hetimet vijojnë për gjetjen e autorëve. Ndryshe nga Shkodra, në Kruj policia përdori dronët ku filmuan duke vaditur bimët narkotike këta 2 punonjës. Me mbërritje në fshatin Zgërdesh, u zbuluan 11 parcela në të cilat ishin kultivuar 591 bim kanabis sativa. 2 vëllezër dhe një tjetër person u arrestuan si autor, ndërsa bima narkotike u dogjën në vend. Me dron policia zbuloi dhe një tjetër zonë me kanabis ku në Spathar u gjetën 150 fidan. Edhe aty policia arrestoi autorin, por në hetim u vu dhe kryeplaku, duke proceduar po ashtu 6 të tillë në një ditë për mos denoncim të kultivimit të bimës narkotike. Policia bëri të ditur se në kërkim është shpallur shtetasi DF 32 vjeç i dyshuar si autori i kultivimit të 2100 bim kanabis në Vig Mnell, zbuluar në datën 12 qershor.